Unë jam Ilir Dokaj, vi nga Stuttgarti i Gjermanisë. Kam marrë këtu për mbështetjen e krerëve të UÇK-s që gjenden këtu padrejtisht, që 5 vite e gjys në Hagë. Edhe jam mbështetësi gjitha protesta, kam marrë pjesë në Strasburg, në Hagë, në Prishtinë, edhe sot jam këtu, nesër edhe pas nesër, deri në përfundim të gjykatës. Çka ke dosh me kallëzu me qit aksion? Këtu unë kam dosh për me shpreh gatishmërinë për mbështetjen e krerëve tonë dhe mu solidarizu me krerët që gjenden këtu në Hagë, edhe deri në përfundim këtij procesi do të jem i gatshëm. Çka pret pas gjykimit të tyre? Unë pres që këta të dalin fitues, sikur që kanë dalë zoti Haradinaj edhe zoti Limaj, edhe këta do të dalin këtij procesi të padrejt, edhe do të jenë fitimtar, edhe krejt Kosova do të jetë i lumtur, edhe unë i përshëndes krejt çka kanë ardhur këtu. Atë ka rastis me nejt ma herët me ishkrerët e UÇK-s atë që... A ke nejt në herë me ta ose a i ke po, ose a Po, ke po hajtë? jam unë... Çfarë lidhje ki me ta? Unë kam lidhjet mira, Bacin Jakupin jo familjarisht, me zotin Selimi jam edhe moshatar, kemi qenë shkollë bashk, jena mik, shtëpie, kurse Thoqin e kam idol, e kam në shpirt edhe Kadri Veselin, çështu. Një mesazh për fund? Në fund e kam një mesazh për gjithë shqiptarët, ata që janë shqiptar, ju dëshmitar që kanë ardhur këtu kundër krerëve, edhe gjithë të jenë nesër në protest, edhe t'i tregojmë botës se ne nuk jemi kriminal, por Serbia është kriminal dhe ne jemi në vendin tonë dhe jemi fitimtar.